Arestimet për keqpërdorime të detyrës zyrtare dhe larje parash përmes furnizimeve të mazutit bëri që partitë politike të akuzojnë njëra tjetrën për atë se cila fshihet prapa këtyre keqpërdorimeve. Nga koalicioni Vlen thonë se pikërisht dy të dyshuarit e parë, Kapushevski dhe Jahovski, janë boshti i Gruevskit dhe Ahmetit, ndërsa siç shtojnë paralajmërimet e fundit për destabilizim kanë qenë pikërisht për të fshehur krimet e tilla. Deshqiptarizimi supozuar me të cilin BDI manipulon është vetëm perde për frikën e tyre nga përgjegjësia gjyqësore. Kjo parti nuk ka më çfarë të fshehë nga populli. Ata u shfaqën të zhveshur para shqiptarëve dhe humbën plotësisht kredibilitetin. Nuk ka më asnjë pëlhur që mund të mbulojë turpin e tyre, thonë nga Vlen. VMRO DPMNE tha se në kohën kur janë bërë këto keqpërdorime, ministri i shëndetësisë ka qenë Venko Filipçe dhe për nevojat e ministrisë është furnizuar me mazutin kancerogjen. Sa shkolla dhe ministri janë furnizuar nga ky mazuti kancerogjen të shokëve të Filipçes, sa objekte kanë shfrytzuar nga ky mazut i cili ka qenë kancerogjen dhe derisa Filipçe dhe shokët kanë përfituar miliona, populli është mbytur nga mazuti kancerogjen. E vërteta do del në sipërfaqe, po zgjidhet nyja e kriminalëve në politikë, theksojnë nga VMRO DPMNE. Sipas policisë, 11 persona të arrestuar, njëri është në paraburgim dhe njëri në Arati. Zyrtarët policor kanë kryer bastisje në disa lokacione në Shkup, Manastir dhe Kërçov për të siguruar prova në lidhje me veprat penale që u ngarkohen të dyshuarve, e të cilat janë shpërdorimi i detyrës zyrtare dhe pastrim parash. Kapushevski, i cili njihet në opinion si personi i afërt i Nikola Gruevskit, është një ndër emrat më të njohur, ndërkaq bashkë me të është i përfshirë dhe djali i deputetit të BDI-s, Ismail Jahovski, apo pronari i Pucko Petrol, Asmir Jahovski. Në listën e padive të policisë ndodhet dhe emri i ish-drejtorit EMV-s, Vasko Kovacevski, i cili prej kohësh ndodhet në Arati për shkak të rastit tjetër ku ndiqej penalisht, të njohur si aditivët. Më tej, padi penale është dorëzuar edhe kundër ish-drejtorit të EMV-s apo funksionarit të BDI-s Ardian Muça, por dhe kundër Erxhan Sulloskit, biznesmen i njohur në opinion si partner biznesi i dhëndrit të kreut të BDI-s Ali Ahmetit, Kushtrim Smajlaj. Krahas tyre përmenden dhe persona të tjerë si Rushdi Ramadani, Nikola Stojanovski, Dancho Stojanovski, Emil Pecakov, Maria Neshkovska, Blagica Marković, Dushica Seizovska, Jovanović dhe Dobrila Stefanovska.